Analisti Ron Gjinovci ka vlerësuar se këto zgjedhje komunale janë ndër më të suksesshme për lëvizjen vetvendosje të drejtuar nga Albin Kurti, edhe pse ajo po shkon në balotazh në 12 komuna. Ai tha se nga 8 komunat kryesore ku zhvillohet gara, Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Gjilani, Ferizaj dhe Podujeva, vetvendosje ka fituar Podujevën dhe është në balotazh në shumicën e të tjerave, me gjasa reale për fitore në disa prej tyre. Sipas tij, rezultati mund të sjellë fitoren e vetvendosjes në 3 ose 4 komuna me rëndësi në Kosovë, përfshirë Prishtinën. Gjinovci gjithashtu kritikoi disa studio televizive, duke I quajtur ato plot me njerëz të shfrenuar nga egzaltimi I rrenave të tyre. Vetvendosja kur nuk ka performuar më mirë në një garë të zgjedhjeve komunale. Janë 8 komuna për të cilat bëhet lufta apo jo: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Gjilani, Ferizaj dhe Podujeva. Podujevën e ka fituar VV. Ferizajin e ka fitu PDK-ja. Në të gjitha të tjerat, VV-ja është në balotazh me gjasa reale, me fitu Gjilanin, Prishtinën, Mitrovicën. Pra ndodh që nga këto zgjedhje del me 3 apo 4 nga komunat me rëndësi të fitume. Nëse I fiton 4, I bjen që I fiton 50%. Për më tepër, Prishtina ka rëndësi të veçantë. Kështu që mos I ngoni hibridat, se prom shpifja e rrena e kanë mri kulmin. Studiot kanë qenë për plot me njerëz të shfrenuar prej egzaltimit të rrenave të tyre. Shfrytëzojeni rastin me kuptuar që nuk duheni me I kqyr ma emisionet e tyre perverse.